Kërko, thot, kërko hakat dhe mundohu të fitosh shtëpinë e ahiretit përmes pasurisë së dynjas. Shumë këshille ardh. Unë të kisha pas mundësi do shtypsha pllaka prej ari ose prej argjendi, që çdo shtëpi e muslimanëve ta ketë në hyrje ke dera kryesore këta jetë. I shkurtër. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Edhe me atë që Allahu të ka dhënë, mundohu ta fitosh shtëpinë e ahiretit. Kjo shumë e bukur është. Një këshill, ndoshta populli i Ben Israilve nuk ja ka thënë kaq bukur si e thot Allahu, se Allahu e thot në Kur'an. E nuk mund ta thotë keq Allahu në Kur'an. Allahu çdo gjë thot bukur. Allahu e ka përmbledh, domethënë, rezimen e këshillës së Ben Israilve që ja ka dhënë Karunit. Atë thelbin e këshillës. Por këshilla shumë e bukur që Allahu e përmendën në kapitullin Kasas është kjo, domethënë, çdo gjë, i dashur vëlla, çdo gjë që ti ke sot nga pasuria, përdore dhe shfrytëzoje që përmes asaj të fitosh xhenetin, jo xhenemin. Se shumica e njerëzve, përfshin këtu edhe shumë musliman, përmes pasurisë e fitojnë xhenemin. Ka shumë pak musliman që përmes pasurisë e fitojnë xhenetin. Allahu na definon shumë bukur përmes kësaj këshillës dashur vëllezër. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Ma atë që të ka dhënë Allahu mundohu ta shfrytëzosh ta fitosh xhenetin. Nëse mua më ka dhënë një pjesë të dijes, se mos e shfrytëzoj ta fitoj xhenetin unë. Nëse ti ta ka dhënë memorien e fortë, pse mos bësh hafiz? Nëse ti ta ka dhënë matematikën në kokë, pse mos e shfrytëzosh të bësh gjëra matematikore që do jenë shërbim njerëzimit? Nëse dikuj ja ka dhënë fizikën, pse mos i ndihmoj shtetit të krijoj ndonjë armë mbrojtëse, Shqipëri si jemi tash, ose kimin, ose gjeografin? Nëse ti ta ka dhënë ndonjë aftësi tjetër, shfrytëzoje. Nëse ti ta ka dhënë pasuri, shfrytëzoje, jep zeqat sadaka, edhe deponoj në botën tjetër që ti ta fitosh ahiretin me ato që i ke. Nëse ti ta ka dhënë bukurinë, e do kesh shpifje, do kesh sprova anash, shfrytëzo këtë bukurinë që të thitish njerëz të ri, ti këshillojsh për Islam. Se dhe pamja e jashtme e njeriu ndikon pozitivisht kur ti jep dikujt këshill. Shfrytëzoje këtë, domethënë, çdo aftësi psikofizike, materiale, këtë na bën me dije Kurani, që ka njeriu ta shfrytëzoje që përmes asaj ta fitoje i thot darul akhire, shtëpinë ahiretit. Se e vetë një shtëpi e vërtet dhe përjetshme është ajo. E dini, vallahi davim. Ne krejt e dim, ama ku jemi gjallë zbindemi. E dini sa investime bën ti në shtëpinë tënde. Me i mbledh krejt ato investime që ke bën në shtëpinë tënde, gjysmën atyre ta kishe dhënë zeqate, sadaka, vallahi dhe billahi, dëshmitar kam Allah, xhenetin 100% e kishe garantuar. Gjysmën, 50%. Sa bëjmë në investime në shtëpinë tona, në oborët tona, obori. Më ardh një mik me makinë, i ka rreth pak ulja i ka rreth ato pllakat e oborit, rezil dë bosh, rezil, ose një mjesht të kart, bëhet diçka tjetër, i ka rreth uljat ngratit. Çerë s'ka palet bleçer, vetur të re. Dhe vikati në telefon, të vishtë me i pastrojsh plakat, me ke bën me ulje i ka bën. Para mendoni, e shef shejtani se çfarë këshillash këshia na ka lënë për këtë dunjë. Të na bindje ku se kjo shtëpi është e përjetshme. Allahu thot: "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah." Përmes çdo gjoje që ke në këtë dunjë, mundohu ta fitosh shtëpinë e ahiretit, se ajo është e përjetshme. Inshallah, Allahu na bën prej banorëve të xhenetit, inshallah, ya Rabbel Alamin. Edhe për këtyre këshillave, inshallah, marrim mësim dhe kemi dobi. Allahu ka vull ditën e sotme, ditët në vijim që na ka mbetur, edhe çdo ibadet tjetër për pranoftë, inshallah. Walillahil Fatiha.